Por kujtimi im për babën nuk është vetëm kujtim, është edhe shpresë. Djalin tim e kam quajtur Sali. Tek Sali i ri, më duket se e shoh amanetin e Saliut të vjetër për të ardhmen. Mandatin e kaluar u zgjodha deputet në Kuvendin e Kosovës. Njerëz, miq, bashkëpunëtor, familjar, më pyesnin, çfarë të shtyu të kthehesh nga Gjermania, ku ke organizuar jetën në Kosovë për të marrë me politikë. Nuk e kam thënë kurrë publikisht, por po e them sot, sepse Kosova është kujtimi im për babën tem, dhe unë nuk kam diçka me të çmuar në jetë. Prandaj Kosova është dhimbje dhe gëzimi më i mirë. Besoj si për ne, ashtu edhe për çdo familje dëshmori. Kur e shohim Kosovën mirë, është gëzimi ynë më i madh. Kur e shohim Kosovën keq, është dhimbja jonë më e madhe. Andaj nga ky vend, nga kjo ngjarje, nga ky përkujtim, ju lutem secilit këtu. Punoni fort, bashkohuni, nderoni njëri tjetrin për Kosovën. Sepse çdo emër dëshmori në Kosovë nuk është vetëm kujtim, është pyetje, apo e meritojmë lirinë. Babai im besonte në bashkim, jo në përçarje partijake. Për të, lufta ishte e shqiptarëve dhe për shqiptarët, pavarësisht rajonit apo pikpamjeve ideologjike politike. Ai punoi me Ibrahim Rrugovën dhe Femi Aganin, Sali Berishën, Azem Hajdarin, Hafiz Gagicën dhe Donika Gervallën. Organizoi luftën krah për krah me Adem Jasharin dhe Zahir Pajazitin. Komandoi me Tahir Zemen, Rustem Bruçin, Agim Ramadanin, Rustem Berishën. Nuk pyeste nga cili grup je, pyeste a je gati të luftosh për Kosovë. Kosova e ti ishte një, flamuri i ti ishte një, armiku i ti ishte një. Të nderuar të pranishëm, ka një kategori njerëzish që rrallë përmenden në Akademinë Zyrtare, por për të cilat asgjë nuk do të ishte mundur. Sot popullu e njeh Sali Çekajin si hero, bashkëluftëtarët e njohin si komandant dhe mik. Shteti ja ka dhënë titujt, Deçani ka ngritur statuj. Të gjithë me praninë dhe përkujtimin e tyre na shtojnë krenarinë, na e zbusin dhimbjen. Por ka një person, vetëm një person, që e kupton sakrificën më së thellë se kushdo tjetër. Është ajo zonja ulur aty, nana ime. Ajo ja pa lotët e babit ditën pasi na vendosi çantat në shtëpinë dhe na përcjelli në shkollë. Pastaj u bë gati për të nisur për drejt Kosovës. Ajo na rriti e vetme në Gjermani, punoi pa ndaluar, madje pa ditur gjuhën. Por vetëm zemra e saj dhe zemrat e grave si ajo e kuptojnë sakrificën reale për të cilën u shkrua, u fol, u këndua dhe përkujtohet vit pas viti. Nderim, respekt dhe për secilin nën, grua dhe motër që bartën sakrificën në heshtje. Faleminderit nanë. Nga babi im mësova se dashuria për adheun nuk matet me fjalë, por me sakrificë. Dhe në fjalët e tij që mbeten si testament për të gjithë ne, gjendet një porosi e pavdekshme. A duhet që shqiptarët t'i bashkojnë vetëm tragjeditë dhe rreziqet e mëdha? Fatkeqësisht, kjo shpesh na ka ndodhur deri më sot. Nesër, kjo nuk guxon të ndodhme, të jemi bashkë dhe unik para dhe pas rrezikut. Këto fjalë sot le të jenë udhërëfys për të gjithë ne, në Kosovë, në Shqipëri, në Mergat, kudo që jetojnë shqiptarët.
Zoti i bekov dëshmorët tanë, Zoti i bekov Kosovës. Sot përkulim me ndërim të thellë para figurës së ndritur të herojit Kosovës Sali Qekaj, veterani. Në 27 vitorin e rënies së tij heroike, duke kujtuar njëkohësisht edhe 12 bashkëftarët e tij të rënë në të njëjtën ditë, si dhe duke shënuar ditën e veteranëve të brigadës 138 Agim Ramadani. Figura Sali Qekaj është një ndërthurje e rrallë e intelektualit dhe luftëtarit, e juristit dhe patriotit. Ai ishte njeri i ligjit, i rendit dhe i drejtësisë, kur pa drejtësia u shndrua në sistem dhe ligji u shtyp me dhunë, ai e kuptoi se përballja me çekonin e shtypjes duhej të rrokte armën për ta mbrojtur të drejtën. Në planin politik, ai ishte kontribues i hershëm në kuadër të lidhjes demokratike të Kosovës, në organizimin institucional të rezistencës, duke qenë pjesë aktive e proceseve të kohës për liri, pavarësi dhe demokraci. Në krye me presidentin historik Dr. Ibrahim Rugova. Në planin juridik, punoi për funksionalizimin e rendit kushtetues në kushte okupimi, duke harmonizuar aktet komunale me frymen e kushtetutës së Kaçanikut. I përndjekur nga regjimi, u detyrua të emigroj në Gjermani. Por mërgata për të nuk ishte largim. Ishte front tjetër i luftës. Në Stuttgart, ai veproi fuqishëm për ndërkombëtarizimin e çështjes Kosovës, duke ndërtuar ura komunikime me qarqet politike, jo vetëm në Gjermani, por në të perëndimin. Paralelisht, organizoi dhe udhëheqi veprimtarinë ilegale në Kosovë, duke mbajtur gjallë rezistencën aktive dhe duke mobilizuar të rinj për radhë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sipas marrëveshjes së presidentit Kosovës dhe atij të Shqipërisë, në vjeshtën e vitit 1991, në Surrend të Shqipërisë, në kuadër të stërvitjeve të para të organizuara të grupeve të armatosura, ai ishte ndërdrejtuesi kryesor për krah figurave si Adem Jashari e Zahir Pajaziti. Aty u vun themelet e një force që më vonë do të shndrojë në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Roli i tij në ndërtimin e strukturave ushtarake, në organizimin e Ministrisë Mbrojtjes së Republikës së Kosovës, si shtabit suprem të forcave të armatosura, në drejtimin e kolonel Krasniqit dhe në ngritjen e formacioneve para operative të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në nivel brigade, të udhëhequra nga Ter Zemaj dhe Rustem Berisha, dëshmon për vizionin e tij strategjik dhe për kushtimin ndaj një lufte të organizuar dhe të disiplinuar. Në fushë betejë ai ishte i lindur, për fushë betejë ai ishte udhëheqës i lindur. Në betejën e Lozhës, dëshmoi aftësi të larta drejtuese dhe shkatësi luftarake. Ndërsa më vonë, bashkë me Agim Ramadanin, Anton Çunin e shumë komandantë të tjerë të shuar dhe në ndërtimin e Rustem Berishës, ishte njëri ndër arkitektët e operacionit historik të 9 prillit 1999, thyrjes së kufirit shqiptar në betejën e Peshorës. Ai qëndroi në vijën e parë të frontit, duke udhëhequr me guxim dhe qartësi çdo përballje, duke përjetuar sukseset e veprimtarisë së tij në fushë betejë, njëherë duke u përballur me dhimbjet për humbjet e shokëve dhe bashkëftarëve. Derisa ra heroikisht me 19 prill për të bërë pjesë e përjetshme e historisë tonë. Në të njëjtën ditë, në altarin e lirisë, ranë edhe bashkëftarët e tij. Afrim Ahmet Stojku, Garbona, Prizren, Aziz Bayram Goshi, Valinc, Malishev, Bejt Azem Kajdomçaj, Dedaj, Prizren, Fatos Shevçet Limani, Prishtinë, Fisnik Aledin Ibrahimi, Shajne, Dragash, Hysni Syl Temaj, Kushnil, Prizren, Ilir Ahmet Hoxha, Arbon, Prizren, Izet Islam Morina, Ostrozum, Malishev, Leonard Det Palucaj, Klin, Luan Rëzhdigoshi, Prizren, Mejdi Abdullah Korani, Pozharan, Viti, dhe Shevçet Fazli Mustafaj, Dlogja, Desha. Ata ronë së bashku, ata si luftuan së bashku. Emrat e tyre janë pjesë e një historie të përbashkët
sakrifice dhe lavdije që nuk shuhet kur. Të nderuar pjesëmarrës. Betejë koshore ishte ndërmarrja më e madhe ushtarake e luftës sonë çlimtare. Ajo nuk ishte vetëm përballje frontale, ishte një operacion i mirëfillt ushtarak, i ndërtuar mbi planifikim të detajuar. Po është mëse nevojshme me respektu herojnë tonë kombëtar. Në këtë rast sot patëm ceremoninë përkujtimore të Sali Çekajt, heroi tonë kombëtar, i cili dha të gjitha, pra ka sakrifikuar jetën për me pas sot paqen, për me gëzuar sot lirinë e demokracinë në vendit tonë. Edhe na frymëzon që të punojmë të gjithë së bashku, që ta forcojmë shtetin tonë, ta forcojmë të ardhmen tonë për me nderu sakrificën e madhe që kanë dhënë herojnë tonë kombëtar edhe zoti Sali Çekaj. Ishte këtu edhe familja e tij, djali i tij, gruaja që na nderuan edhe me pjesëmarrjen e tyre këtu. Po ta nderin me qenë pjesë e kësaj ceremonie, prandaj po them neve na mbetet me i bashku forcat edhe me punu shumë, me shty të gjitha proceset përpara për me pas një shtet, një kombë të fortë.